tregoja nanës që nuk jam mirë, ajo qa me mua, por nuk më ndihmoi dot. I tregoja motrës që nuk jam mirë, ajo qa me mua, por nuk më ndihmoi dot. I tregoja vllajt që nuk jam mirë, ai më ofroi mbështetjen, por nuk më ndihmoi dot. I tregoja shoqes që nuk jam mirë, ajo më dëgjoi, më tregoi që ishte aty për mua, por sërish nuk më ndihmoi dot. U tregoja njerëzve që i dija të afërt që nuk jam mirë, disa më dëgjuan, disa e injoruan, disave nuk ju interesoj, por në fund asnjë nga ata nuk më ndihmoi dot. E në një moment shkova para Zotit dhe i thash, më dëgjoj Zot, unë nuk jam mirë. Unë kam nevojë për ty. E në atë moment e kuptova që bara ime nuk ishte më barë e imja. Në atë moment e kuptova se Zoti me të vërtet ka forcën ta bëj zemrën të pranoj ato që është e papranueshme, ta bëj zemrën të besoj ato që është e pabesueshme dhe ta shëroj çdo person që me gjithë forcën e zemrës e të shpirtit shkon përpara tij dhe ndihet i pafuqishëm.